Ish-deputeti demokrat Muslim Murrizi ka reaguar me ironi për një dekor të veçantë në një lokal të Korçës ku para hyrjes në tualet janë vendosur librat e Enver Hoxhës. Për Murrizin kjo zgjedhje është një metaforë perfekte për perceptimin e qytetarëve ndaj klasës politike shqiptare. Ai shkruan se nuk ekziston vend më i përshtatshëm për historikun apo si vite autokratëve, politikanëve hajdut apo mashtrues se sa tualeti. Sipas tij, lokali i është dhënë një vlerë simbolike duke lidhur satirën me realitetin politik. Një lokal në Korçë kishte bërë një dekor mbreslënës para se të futeshe në tualet. Nuk ka destinacion më të mirë për si vite çdo diktatori autokrat, hajdut, mashtrues apo hipokrit ordinar politikan, se sa tualeti, shkruan Murrizi. Ai shton se pas 35 vitesh tranzicion, shumë figura politike kanë mashtruar shqiptarët duke simuluar përplasje publike, ndërkohë që bashkëpunojnë në pazare dhe marrëveshje të fshehta. Sipas Murrizit, kjo hipokrizi është prezente në çdo nivel politik dhe simbolizohet më mirë pikërisht nga ideja e një tualeti të zbukuruar me librat e liderëve autoritar. Murrizi përfundon ironikisht se në të ardhmen tualetet e Shqipërisë do të mbushen edhe me 5-6 figura të tjera që në 35 vite nuk kanë lënë gjë pa bërë duke mashtruar shqiptarët se bëjmë betejë me njëri tjetrin, por në fakt janë bashkë në çdo pazar e pislok, siç janë bashkë në çdo lokal. Dekori i lokalit ka bërë menjëherë bujë në rrjetet sociale, duke ndezur diskutime mbi satirën dhe simbolikën politike, por gjithashtu nxit dhe reflektimin mbi përgjegjësinë e figurave publike dhe perceptimin që qytetarët kanë për to. Murrizi e përdor këtë rast për të bërë një kritik të fortë dhe të qartë ndaj hipokrizisë dhe korrupsionit në politikën shqiptare, duke shndërruar një detaj lokali në një koment gjithëpërfshirës social dhe politik.